Më lejoni që ta nis fjalën time ashtu siç ne shqiptarët e kemi zakon, me respektin për mysafirët, me ata që na kanë ardhur nga Shqipëria, nga Kosova, nga përfaqësi të ndryshme diplomatike këtu në Maqedoninë e Veriut, nga partitë të tjera politike këtu në vend. Prandaj dua t'ju them mirë se keni ardhur në kongresin që thash që nuk është vetëm kongres. Faleminderit shumë. E mirë se keni ardhur dhe më lejoni të ju them mirë se ju kemi gjetur juve delegat të nderuar të këtij kongresi, sepse këtu nuk është vendi ku vihet. Ky është vendi i vendit ton, sepse vendi i çdo shqiptari është aty ku dinjiteti mbrohet, sepse ai nuk mund të trashëgohet. Çdo gjenerat ka përgjegjësitë e veta dhe çdo kohë ka mënyrën se si duhet kombi. Dhe po ashtu, në këtë vendit ton, në Maqedoninë e Veriut, do doja të ishte ndryshe, por megjithatë, këtu të qenurit i barabartë dhe i lirë në kuptimin e plot të fjalës, kontestohet çdo ditë. Dhe këto vështërsi janë si therat, që po nuk i shkule sot, nesër bëhen edhe më të mëdhaja dhe më të fuqishme, dhe gjembat e tyre bëhen edhe më shpues për fëmijët tanë. Dhe në këtë rrugë që e quajmë politik, mendoj që e karakterizojnë dy lloj mendësish. Është njëra pikërisht e atyre të cilët përfaqësojnë marrjen e benefiteve për vetvete gjatë rrugtimit në atë rrugë, ndërsa gjembat i lanë për popullin, dhe nga ana tjetër është mendësia tjetër që gërvisht shpon duart e veta për të larguar therat dhe gjembat nga rruga për gjeneratat që vinë. Dhe në qoftë se duam të gjejmë, gjithë se cili besoj e gjen veten në cilën mendësi i bën pjesë, por ka diçka që është tashmë historike, është Aleanca për Shqiptarët, ajo e cila gjithmonë ka shkullur gjemba dhe thera nga këmbët e shqiptarëve. Dhe në qoftë se ndërsa ne sot, ju delegat të këtij kongresi, do vazhdojmë bashkë që tashetutje këtë maraton ta quajmë lidhja shqiptare në moton e fuqishme lidhja është gjallë. Dhe nëse ne duam kësaj rrugës t'i gjejmë një emër të personit më signifikant që lidhet me sakrificën, me ruajtjen e dinjitetit, me ndërtim rrugësh për brezat që vinë, padyshim që ai është emri i Zotrisë Jadinselës. Dhe tash kur janë bërë disa vite bashkëpunimi, dhe kur kemi pasur mundësinë të shohim edhe çfarë ndodh gjithandej, po duke pasur edhe përvojat e krijuara brenda për brenda subjektit ton, madje edhe duke provuar të ndryshmen, ne tani më e kemi vërtetuar se sa është e rëndësishme të besosh, që njeriu që ja ke besuar udhëheqjen nuk do të shet në asnjë zyrë për asnjë çmim kauzën për të cilën ne jemi zotuar bashkë. Faleminderit kryetar.